Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për Belinda Ballukun, e cila mësohet se është marrë person nën hetim nga ana e strukturës së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërsa ditën e hënë pritet që të thirret në SPAK. Por çfarë e pret Ballukun pas kësaj lëvizje të SPAK-ut dhe a e ka lëshuar atë Edi Rama apo është duke mbrojtur për të shpëtuar edhe veten? Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar avokat Gülsen Zhlimën. Zoti Zhlima, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si e keni parë lëvizjen e SPAK-ut kundrejt Belinda Ballukut, e cila mësohet se është marrë si person nën hetim sa i përket shkeljes së barazisë në tendera? Së pari duhet të sqarojmë të në opinionin publik që bëhet fjalë për një dosje që ka të bëjë në 2021. Pra, nga ai moment kanë kaluar pothuajse 2 vite, 2 palë zgjedhje dhe kanë kaluar pothuajse 4 vite nga momenti kur është bërë regjistrimi i procedimit penal dhe i hetimit. Të vënohesh që të thrasësh një zëvendës kryeministre ose një person për ta pyetur, por edhe për të marrë një mas ndaj tij, duhet kaq shumë kohë të presësh dhe duhet kaq shumë kohë të marrësh një vendimarrje, ata quhesh një person i cili është në mas sigurie, arrest në burg, arrest në shtëpi, detyrim paraqitje, dalim për të dalë jashtë vendit. Pra kërkohet kaq shumë kohë dhe thjesht na u desh lajmi i fundit i cili na tregonte që personi ndaj të cilët të gjithë pothuajse socialistët kanë besimin që është numri 2 i qeverisë, tronditet nga vetë pushteti që vetuar dhe vazhdimisht i bën lavazh. Është e papranueshme si një fakt i tillë të pranohet, sepse nuk mundet të mendojmë që Partia Socialiste është shëndëruar si partia që vendos njerëz të saj në burg. Pra, 1944, 1976 e në vazhdim nuk mund të përsëritet në 2025 në justifikimin që të gjithë të tjerë që kanë hajdut, por ai i cili i emëron dhe i shkarkon këta, nuk mban një përgjegjësi të paktën morale. Nuk them të kenë një përgjegjësi politike, të ketë një përgjegjësi penale, por të paktën morale. Dhe vetë socialistët, do apo komunistët, në varësi se secili si ndihet brenda atij të subjektit politik, të na thotë që a ndihen socialist apo ndihen komunist, sepse në rast se ata mendojnë që në Bashkimin Evropian shkojmë duke shtuar sa më shumë burgaxhi dhe duke shtuar sa më shumë figura të larta, duke justifikuar që edhe tek ne justifikohet në arrestimin, sepse edhe tek pjesa jon, tek kampi jon politik kapin ose arrestojnë njerëz, ky nuk është justifikim. Prandaj, rasti i zonjës Balluku, në rast se do të merret ndaj saj një mas sigurie, ne kemi thënë këtu dhe ju e mbani mend shumë mirë, brenda këtij muaji tetor, unë ju kam thënë, mos gaboj, që zonja Balluku nuk e ka punën të mirë nga ky muaj që ishim, pra në muaj tetor dhe pothuajse edhe para 6 muajsh, mos gaboj, kemi bërë edhe një intervistë tjetër dhe kam thënë për zonjën Balluku nuk i shikoj punën të mirë. Tani punën të mirë nuk i kam parë dhe nuk ishin, por tani e tutje unë shikoj që zoti Rama po përdor një mekanizëm pothuajse mbrojtëse ndaj saj, por në një moment të dytë që do të kërkohet një vendim shumë i madh, ai normalisht do të marrë një vendim të shkëputje, por shkëputje do jetë e ngadalë, por do jetë edhe një shkëputje e menjëhershme. Tani, e ngadalë e menjëhershme, fakti do të jetë publik pas 1 ose 24 ose 72 orësh nga momenti kur zonja Balluku do paraqitet dhe do merret një vendimarrje ndaj saj. Çfarë pret vetë Belinda Ballukun nga kjo e hënë në vazhdim? Në rast se zoti Dumani nuk shkon në kuvent bashkë me prokurorin e dosjes, nuk shkon të bëj kërkesë në kuvent për një mas sigurie, arrest në burg ose arrest në shtëpi, sipas praktikës që vetë ka normuar SPAK-u, se të jemi realist, edhe sikur nesër të shkojë ajo dhe t'i thënë që do jesh detyrim paraqitje, për mendimin tim duhet të kaloj patjetër nga parlamenti, dhe sepse nuk mundet një pushtet brenda një pushteti tjetër të zbatoj një ligj i cili thot qartësi që deputeti në asnjë formë dhe asnjë mënyrë nuk detyrohet nga një organ tjetër pushtetit gjyqësor.
pa një marrë miratim më parë nga pushteti tjetër që është pushteti legjislativ. Pra, edhe në këtë mas sigurie, zonja Balluku duhet kalonte nga parlamenti dhe përsëri dy prokurorë duhet kalojnë nga parlamenti kërkojnë autorizim. Duke qenë se nuk jemi në këtë situatë sepse zoti Dumani por edhe prokurorët e tjerë shkelin ligjin tonë, duke marrë edhe një precedent të mëparshëm të Berishës dhe kryemallit, të cilët janë njoftuan në masën e sigurisë atë çfarë kishin vendosur për të, mendoj që edhe për rastin e saj do të jetë një person i cili do të ndiqet në gjendje të lirë. Tani, a do të jetë detyrim paraqitje? A do të jetë se unë tani e tutje ndaj teje mendoj se ti je një person i cili do të ndiqesh penalisht, po në fund fare do të procedoj gjykata, mbetet për të parë, por në gjendjen e lirë, po edhe në detyrim paraqitje, duhet keni parasysh që spaku vajti tek numri 2 i qeverisë. Tani, numri 2 i qeverisë nënkupton rrëzimin moral të Partisë Socialiste nga pushteti, pavarësisht se ju e dini shumë mirë që përgjegjësia është individuale, por në rast se spaku shkon aty ku i dhem partisë në pushtet, sigurisht që dorëheqjet duhet të jepen. Por kjo mbetet për të parë. Tani a ka bërë mirë spaku apo jo, nuk e di, por unë e di që sa herë vjen rreziku dhe i kanoset një rrezik zotit Rama, sigurisht që spaku duhet ta ndihmojë dhe duhet ta mbrojë. Dhe mbrojtja është shumë e dukshme në raport me ndërkombëtarët. Si e komentoni deklaratën e kryeministrit Edi Rama, i cili theksoi për Deutsche Wellen se drejtësia do duhet bëj punën e saj dhe se qeveria nuk mund të komentojë në këtë rast dhe se nuk mund të merremi me gjyqje popullore. Në optikën tuaj si avokat, si e zbërtheni një deklaratë të tillë? Së pari, kjo deklaratë nuk është juridike, është thjesht mbrojtëse. Atë që ju thash më përpara, çfarë? Zoti Rama tregon të ndërkombëtarët që ka lidhje edhe ai dhe zoti Veliaj, sepse gjithë ndërkombëtarët të cilët kanë pas një pikë linje komunikim me zotin Veliaj, janë të çuditur pse zoti Veliaj përfundoi në burg. Dhe ai për të justifikuar këtë gjë, çfarë bëri? Një pakt juridik me spakun që të merret zonja Balluku si një person i cili do të razojë ujërat mediatike, duke thënë që edhe një person i fortë rreth vetes zotit Rama është marrë pandehur, pra është marrë në sitës së drejtësisë e reformuar të mashtrimit, flasim gjithmonë, nga Partia Socialiste, dhe të shikoni, thot njëri të tjetrit, se shkon Ramës, ja mori spaku edhe këtë njeriu në vetë, se po ta kishte vetë spaku, pse do të merrte këtë dhe nuk merrte Taulant Ballën, pse nuk merrte Damian Gjiknurin, pse nuk merrte një person tjetër atë me i pardin që janë këto abuzime, pse nuk merr Kumbarën, a kupton? Pra, do të tregoj tek ndërkombëtarët që kanë pas lidhje me Erion Velin që shiko, mua më kanë marrë njeriu më të besuar dhe unë s'kisha çfarë të bëja dhe e lash në mëshirë të fatit, sepse unë nuk ndërhy ai shkreti, as të drejtësia të asnjë vend. Pra, kjo është një lojë mbrojtëse ndaj vetes së tij, sepse ai do të mbrohet me rastin e Ballukut, sepse për shembull kemi parasysh diçka tani. Ju e dini shumë mirë që kur unë thoya që për Velia nga kjo da deri kaq nuk shikoj gjëra të mirë, edhe të gjithë thonë ç'a thot ky radh. Të thosha para 1 muaj dhe para 6 muaj për Balluku nuk e shikoj dhe u erdhi fleta. Tani ose do shkoj se në një moment do shkoj, nuk ka nga të bëj. Dhe unë po të them ty, situata është e tillë. Këta të cilët kanë investuar të këta individ që janë afër Edi Ramës, kanë dështuar, sepse PR-i jashtëm, në PR-in e brendshëm luan një rol shumë thelbësor. Kush është vendimarrja? Pra, unë mundet të fryem që jam miliarder, po në rast se ti më shiko me një makinë luksoze, nga pikpamja jashtme, ti çfarë shikon? Mjetin, thonë sa miliona pas ka ky. Po ti se di, a e ka marrë me qera, është e imja, është e miku tim edhe kështu me radhë. Pra, këto dy gjërat njerëzit nuk i shikojnë ai që ka pushtet, nuk ja shikojnë. Thjesht shikojnë që ky është afër Edi Ramës, mjafton ty një foto me Edi Ramën dhe ti mbaroj puna, shkëput aty që ti pas ke lidhje, pas ke marrëveshje me Ramën dhe je person i besuar i Ramës. Prandaj unë do të them tek ju, tek opinioni publik, që ky nuk është një fakt ose një
procedim penal që të tregohet që shiko Rama nuk është se ndërton ai Spakun. Jo, ky është mashtrim publik. Rama është në një situatë ku duhet të mbrojë veten e tij, sepse ka përballë tij Erion Velien. Dhe Erion Velien nga burgu tha fjalën e famshme, në rast se flas unë, ti je lajmi i fundit. Edhe kjo nuk kuptohet tani, në Shqipëri jetojmë. E dim fare mirë dhe shumë mirë se si jetohet ku jetojmë dhe dim lidhjet e miq tanë ose njerëzit tanë që kemi që na flasin dhe thënë për disa fakte. Thjesht fakte, nuk ka nevojë të thot dikush të gjesh tim një provë. Edhe ajo pastaj po futet te fakti, pastaj ai që i cili kërkon, sigurisht që do të gjetë një fakt konkret dhe do të provohet edhe në të ardhmen për vepër penale. Prandaj unë mendoj që zoti Rama e ka bërë bukur këtë PR. Ky PR mund të jetë i dhimbshëm për zonjën Balluku, por ta dini që ajo do jetë një protagoniste e denjtë, e zgjuar dhe një protagoniste e cila do të zbatojë urdhrat dhe nuk do të lëshojë zoti Rama në asnjë moment. Në rast se nga zoti Veli e zoti Rama është i kërcënuar, por nga zonja Balluku nuk do të jetë kurrësi i kërcënuar. Thjesht do të jetë një person i cili do jetë më i sigurt se sa ndonjëherë në jetën e tij. Avokat, pasi doli lajmi nga Spaku se Balluku është marrë personën hetim, ajo më pas u shfaq në Zvicër dhe u përfol një moment se mund të ketë kontaktuar me avokatin e Tigrit për atë Arben Ahmetajt. Ju si mendoni fakti që Belinda u kthye nga Zvicra do të thotë që ka marrë garanci nga Edi Rama apo janë thjesht hipoteza në këtë rast? Jo, zonja Balluku është e sigurt në misionin e saj, është e sigurt atë çfarë e pret, është një person i cili i shikon gjërat me pjekuri dhe nuk është një person i cili mund të trembet apo të ketë probleme me atë çfarë e pret. Është një person që përballet me realitetin, nuk i pëlqen ai sa kam pa të jetë person viktim, mund të jetë një autore e vërtet, po autore protagoniste e një filmi, një skenari, e zbaton mirë detyrën e saj dhe nuk ka rëndësia ka qenë në Zvicër apo jo, dihet që Zvicra nuk kupton zotin Ahmetajn, siguron tek zoti Ahmetaj që azili i tij është i sigurt, por nuk siguron qëndrueshmërinë e tij në aspektin publik në rast se do jetë e vërtet. Pse ju e them këtë gjë? Se në rast se zonja Balluku për një arsye X procedohet dhe shpallet e pafajshme, në të njëjtën kohë zoti Ahmetaj nga siguria e tij që ka azil politik, menjëherë ai humbet azilin politik dhe besueshmërinë në organet e Zvicrës, sepse zonja Balluku në anën e saj si zëvendës kryeministre ka lidhur edhe një bashkëpunim institucional me qeverinë e Zvicrës. Pra, duke thënë në këtë prizëm, në këtë pikpamje, ju duhet kuptoni që zonja Balluku ka nisur një mision të çuditshëm, jo me kuptime të qarta, por rëndësi ka indicjet dhe nga indicjet që ajo ka lëshuar në pamjen e saj në tren, të kujton atë këngën e famshme në tren në Prizren edhe kështu, ajo kënga e Prizrenit dhe prandaj unë them që me tren nuk vjen zonja Balluku në Shqipëri, por ajo mund të thoshte që me tren do të vijë zoti Ahmetaj në Shqipëri, në rast se treni do të realizohet brenda 2030-s, pra linja direkt nga Zvicra. Por ajo që unë mendoj është kjo që zonja Balluku ka nisur mesazh tek shumë persona të tjerë, sepse duhet keni parasysh ju që lufta e cila bëhet me Spakun, pavarësisht sa është e drejtë apo jo, a është e pavarur apo e varur, sigurisht do të bëhet vetëm me avokatin e saj dhe sigurisht që do të marrë një avokat. Unë e këshilloj që të shkoj e vetme atë ditë, për mos shkoj me avokat, të shtyhet procedurat, të kuptoj çfarë don të thot Spaku dhe në rast se zonja Balluku ka interes dhe do të marrë një avokat kryesisht për shkak se nuk ka të ardhura aq shumë monetare, mundet të kërkojë nga lista e prokurorisë, aty ka emrin edhe mbiemrin tim edhe mund të më marrin në telefon edhe unë mund të paraqes
paraqitje avokati zonjës Balluku, nuk është problem, sepse unë gjithmonë them që prezumimi i pafajësisë është një ndër pranimet kryesore të cilët ne duhet të mbështetemi dhe përveç kësaj mos të diskriminojmë një person i cili a është i majtë apo i djathtë me parti apo pa parti, po gjithmonë duhet besojmë tek këto parimet. Prandaj emrin ma ke në listë, po do më zgjedh. A mendon se Belinda Balluku në këtë rast mund të procedohet në gjendje të lirë dhe mund të përfitojë edhe lehtësim të masës sigurisë sa i përket faktit që është grua? Shiko, këtu kemi një problem dhe nuk e kuptoj pse Spaku e bën këtë dhe opinioni publik nuk e kupton. Shiko, t'jap disa shembuj. Rasti i zotit Veliaj procedohet për pastrim të produkteve të veprës penale dhe është arrest në burg. Gruaja e tij është detyrim paraqitje. Pothuajse kanë të njëjtën akuzë. E njëjta marrëzh dënimi është. Pra këtë gjë nuk e kuptoj. Pra burri do bëj burg për gruan dhe gruaja do të bëj detyrim paraqitje. Kështu e kuptoj. Pastaj rasti tjetër është ke zonjën Kryemadh dhe zotin Meta. Të dy kanë të njëjtat akuza. Zonja Kryemadhi na bën filma, zoti Meta na çeka në burg. Po janë të njëjtat akuza. Pra, çfarë lehtësie është kjo? Sepse kodi penal i yni nuk parashiko je grua apo je diçka tjetër dhe të përjashtoj. Një shumë mirë, dy gjini, burr apo femër. E tregon qartazi kodi. Dhe mënyra se si përjashtohen këto individ të cilët nuk merret një mas ndaj tyre, pra femrat nuk merr një mas sigurie, arrest në burg dhe arrest në shtëpi, nuk e kuptoj. Edhe mos harroni dhe faktin që gratë kanë në pogradec vendin e tyre dhe kanë akoma më të mirë dhe kanë luksoze. Pra janë shumë më mirë me kushte se sa janë burrat në burgjet e Shqipërisë. Prandaj mua personalisht nuk më intereson fare a do të merret një mas ndaj saj, mjafton lajmi. Pra mos u deni nga ideja që duhet të merret një mas sigurie. Jo, edhe sikur ky lajmi të jetë mashtrues dhe thjesht tha po të tregoj që shiko, kjo nuk është e vërtet, qa media ka zani kështu me radhë, ju duhet kuptoni diçka, shikoni kush është sekreti. Sekreti është ky. Në rast se në të vërtetë është që nuk e ka shku fletëthirja, po i ka shkuar që hajde paraqitu na thuaj diçka. Por, unë po të them një fakt tjetër. Kështu ndodhi edhe me rastin e zotit Tahiri. Çfarë ndodhi? Fillimisht dilte një lajm në Shqipëri, nuk u dha në konsiderat fare. Pastaj vazhdojnë disa lajme, filluan duke u fshi. Pastaj u dilshin lajme u fshinin. Në fund fare, në 2017, dolën akoma dhe më shumë lajme dhe pastaj arritëm në rastin e procedimit të tij dhe u bë fakt konkret dënimi i tij. Pra, për ata që mendojnë që mediat janë kazan, ose shpifin mediat për të nxjerrur një lajm koti, mu mendoj se ndonjëherë media ose ose në shumtën e herëve media nuk ka gabuar. Por, ajo çfarë unë mendoj tek rasti i zonjës Balluku është kjo që media ka përdorur të njëjtën pothuajse rast me zotin Veliaj dhe zotin Ahmetaj, duke e nxjerrë si skemë dhe duke e marrë pastaj. Por nëse e sigurt është që zonja Balluku do procedohet. Por për çfarë do procedohet, kjo nuk dihet. Por procedimi është i sigurt. Edhe sikur të jetë një lajm i cili mund të riqet në çdo moment, por është e sigurt që ajo do të procedohet, por atë gjë që prokurori bën gjithmonë është që e zvarrit dosjen e saj. Të ndaremi pak tek pjesa e dosjes së Spakut, ku Spak pas sekuestrimit të 4 telefonave të ish-kreut të ARSH Servis Berberit dhe bashkëshortet e së tij, ka rënë në rrjetën e komunikimit, siç raporton edhe gazetari Elton Qyno, të Belinda Ballukut me varësit e saj, dhe në këtë rast duket se Spaku ka hetuar mirë kundrejt Belinda Ballukut. A mendoni se në zbërthimin e këtyre 4 telefonave është ajo që e ka zhytur një herë mirë Belinda Ballukun?
Shiko, unë nuk jam i mendimit telefonave, sepse në rast se do të ishin telefonat, sot do të kishe zonjën Ballukun në ma sigurie, në rast se janë të vërteta këto. Po, ka një vonesë, por që është bërë ekspertimi i telefonave për të zbardhur bisedat e mëparshme me varësit e saj. Këtu shkon gruaja dhe i thot për burrin komisariat, ky më Rafi, ai s'ka rëndësi, Rafi nuk ka rëndësi. Marrë ai të fut në Kalmburg aty, ajo tjetra ose ai tjetër gjyqtari thot do marr unë përgjegjësi për këtë, futun në Burgares në Burgës, na intereson a e Rafi se Rafi. Mjafton që erdhi dikush më trokiti në prokuroria për në polici edhe bërëm procedurën e. Një sekond. Po kjo kemi fjalën për disa afera që kanë bënë me tunelin e Llogaras, afera e aeroportit Vlorës. Mos lere se këta janë të zhytur me afera. Tani mos ma nis nga, po ta nisim nga ajo do përfundojmë edhe do të kalojmë edhe numrat e alfabetit. Prandaj unë po të them edhe gërmat e alfabetit dhe do na duhet të shpikim edhe gërmat të tjera të alfabetit shqiptar. Prandaj nuk merrem me aferat, unë merrem me procedurën, edhe procedura është e tillë. Kur ti shkon si qytetar i thjesht ai të fut në burg dhe s'pyet për ty, për një individ i cili ka kaq shumë kallëzime në emrin e tij dhe ka pasur një person që e ka pasur në mbikëqyrjen e tij dhe është kapur në flagrancë dhe nuk është një më, nuk është dy, janë tre që janë në rrjeshti ke të proceduar penalisht, kjo gjë nuk të bën ty përshtypje, mua më bën shumë përshtypje. Pse më bën përshtypje? Sepse është fakt shumë konkret. Por zotëri, çfarë pret ti të zbardhe tabulat telefonike? Pse? Po ti merre në telefon, ti merre takoje, afroje aty dhe thua, hajde na jep disa shpjegime. Se s'ka nevojë me të ardhë fletëthirja. Edhe kjo fletëthirja e famshme kjo. Era merr telefon, alo avokat, hajde merr panderun dhe hajde një tani kur e kanë gjendje të lirë. Ose avokat, merre tani klientin tënd dhe hajde këtu se të the ti bëjmë disa pyetje. Kjo rasti procedurial, jo priti vit fletëthirja, jo ajo është me tren, jo po vjen nga Prizreni, jo po vjen nga Hëna dhe nga Qelli kështu me radhë. Prandaj ose ky tjetri po analizon tabulat telefonike, po i bën studim, këta mashtrime publike. Ai kallëzimin aty e ka pasur, ai ka pasur me kohë kallëzimin aty. Spaku i partisë arrestoi një person që ka të bëjë me aferat korruptive. Pra, unë nuk e kuptoj tek ju pse e vendosni kaq shumë nivelin e spakut kaq shumë lart, duke thënë që ata për aspektin profesional që duhet të duken transparent të mirë. Zotëri, ti dyshohesh për shembull një shkëlqim syri që e pe një person edhe i shkele syrit, vjen spaku dhe thotë ndikim të paligjshëm, të arreston sekonda, pa pasur fakt konkret. Po, tu bët fjalë për ekspertimin e 4 telefonave, prandaj. Po le dhe ekspertim se këto janë mashtrime, ata çaj ekspertojnë edhe s'dinë vetë çfarë po shikojnë aty. Se ka të ndisur kanë çuar 4 telefona për ekspertim në mënyrë që të zbardhen mesazhet. Spaku është ka të ndisur aty si dyqan telefonash, kanë arrestuar, më shumë kanë arrestuar telefonat se sa arrestojnë individ. Prandaj mos u mashtroni te kjo akti ekspertimi, këto janë mashtrime publike, sepse spaku të vetmi gjë që bën është kjo. Ke folur ti në telefonin tënd me X-in, i kap aty, i shikon, i verifikon, thot vlla, këtë e futën në burg. Qa, ti mund mos kesh bërë vepër penale, ti nuk je duke kryer vepër penale, po thjesht influencën, thot ai. Ke vjerrën ti për shembull që është kryeministër, ke vjerrën që është kryeministër, a kupton? Na mjafton influenca që ti je dhëndri, edhe vjerrën e ke kryeministër. Më kupton tani? Ajo është indicie, nuk është provë. Është indicie, nuk është provë. Po jo, spaku indicie dhe influencën e konverton me vepër penale, se din ti këtë. Pra, rasti i Maltezi konverton në vepër penale, rastin e Metës e konverton në vepër penale. Pra, ka bërë koalicion Meta me Ramën atëre, arreston Metën, nuk arreston Ramën. Kur ndërkohë Meta po akuzohet tani për një ligj të cilin e ka bërë në kohën kur qeveriste me Ramën. Ndërsa ai që akuzohet sot është Meta. E kupton në cilën ti më thua ti mua që tani ata po ekspertojnë dhe po marrin tani telefonata, tabulat me kë ka folur, si ka folur. Or zotri, kur e arrestuan Berberin? A arrestuan para 100 vitesh? Si më arreston ti mua nesër ose më procedon nesër mua Belën?
Po kanë zbërthyer komunikimet sa i përket tendereve. Këto që kanë zbërthyer, i erdhi momenti që duhet shfaqin forcin, pra aty ku arrestuan Velia nuk mund të bien poshtë që të arrestojnë Damianin, a kupton se bien poshtë. Ulet steka, nuk kupton? Ose nuk mund të shkojmë Taon tani sepse Tao është në përdorim të Edi Ramës. Mbaroj edhe Tao punën e vet, do merrem edhe me Taon. A kupton tani? Pra ju mendoni se është Edi Rama që e ka kërkuar goditjen e Belinda Ballukut në këtë moment? Po ti çfarë mendon? Kush është? Unë edhe ti jemi, kush na pyet ne të dyve? Po tani, do të kuptosh edhe diçka tjetër. Pse arrestojnë ata? Sepse Rama çka ka thënë në komisionin e incineratorëve kur u thirr? Tha, ku pyesim ne për procedura? Pra, kur ti një kryeministër thotë ku pyesim ne për procedura, po të them unë sekretin, avokati ndonjëherë kur është duke humbur gjyqin, ç'a bën? Merret në aspektin procedurial. E shpik një fantazi aty dhe thot gjykatës, ai thot kështu sipas nenit X. Gjykata vet pak në siklet thot, është kjo që thot ky apo nuk është? Dhe avokati ç'a investon? Investon që gjykata të bëjë gabim në aspektin procedurial, që unë kem mundësi të ankimoj vendimin, sepse unë nuk i shkruaj gjykatës them sa i bukur, sa i mirë jam këtu, po them unë ty që kështu është ligji kështu, sepse palët sjellin faktet, gjykata na tregon ligjin. Edhe ne çai themi gjykatës, shiko, sipas këtij faktit përputhet sipas kodit të procedurës civile, penale, administrative dhe urdhro, kështu e mendojmë ne, sipas këtij paragrafi ti neni kaq kështu veprohet. Edhe gjykata si të dëgjon. Thot ai ndonjëherë thot. Ai ky mirë apo keq, nuk komentoj, kaq që komentojnë, sa ako janë në Everest ata, kupton, edhe komentojnë, mendoj se vetë janë qef, po gjithsesi punë tjetër kjo. Dhe ti tani ç'a do të bësh? Do të bësh që në aspektin procedurial gjykata të gabojë, pse ta kesh avantazh që kur të hartosh ti ankimin ndaj vendimit, thua shiko ç'a ka bërë ky, ka shkelur procedurën, se procedura një proces është e shenjtë. Ç'a tha Edi Rama? Ku pyesun për procedura? Dhe prandaj Spaku arreston njerëzit e Ramës, le korrupsion, nuk ka një punë, sepse ata e bën pa procedurë. Ju e dini që ka korrupsion edhe me procedurë. Po s'do bëhet një leksion të bëhet. Por puna është ka edhe korrupsion me procedurë. Po puna është korrupsioni zotëri flagrant. Se ky është sekreti. Nuk është se, pra sekreti është kalojnë 30 vjet, po. Tani që kemi vullnetin e me arrestu, e vullnet që ai s'ka fuqi më pushteti asgjë, tani po do shkem të arrestojmë. Pra ju mendoni se Spaku është i vonuar në goditjen ndaj Belinda Ballukut? Me kohë, jo vetëm Balluku, po. Edhe tjerë, edhe emrat të tjerë që do lakohen. Po i ke gati më emrat të tjerë, po thjesht nuk i ke tani në këtë moment, sepse do mbushe kaq shumë bushit dhe do ngeli Partia Socialiste bosh. Dhe puna është që mos ngeli Partia Socialiste bosh, po e bën ngadalë, se nuk shko, se shiko, edhe rasti penal është kështu si film, o zotri. Intrig ka, ç'a ka? Intrig, marrin nga mjes deri në darkë thënë për një prokuror, nga mjes deri në darkë për një prokuror tjetër, i del një prokuror më i dobët, i del një prokuror më i fortë, i del një prokuror më i bukur, i del një prokuror më i zoti. Ku e di unë tani ç'a bën këta? Kanë ëndra me prokurorët këta. Unë ju them juve këtë gjë. E mbajeni mend nga ana ime që gjithë procesi që është bërë ndaj zyrtarëve të Partisë Socialiste, por edhe ndaj zyrtarëve të tjerë të opozitës, është i montuar politikisht, sepse 20 prokurorët e Spakut janë zotëri pjesë dhe lojë e Partisë Socialiste në drejtimin e Edi Ramës. Ky është fakt konkret. Pse për shembull ju më thoni mua a e bëj Edi Rama? Po unë ku them, kur Edi Rama thot nuk pyes për procedurë, unë po tisha prokuror të thoja, po vlla, hajde pak themi dy fjalë. Se imagjino tani prokurori i Spakut të vinë në gjykat, edhe ti themi ne kodi procedurës penale, thot ne, çfarë këto budalli që më thonë? Jo që si thënë, po. Them unë të pyet çfarë këto. Po nuk bëhet. Po shkojmë në një proces, shkojmë me procedurë. Si shko për shembull ti ku e di ti si është afati, ku e di si duhet procedosh ti? E dim? Jo, do lexosh dhe për të thënë. Pra, ti mos më thuaj që unë them është Edi Rama. Unë po them është Edi Rama, sepse Edi Rama e tha në komision, aty nuk pyes për procedurë zotëri. Paf. Po shfaq konkret e ka thënë zotëri, e ka thënë.
Po sa Të them diçka të fundit. E çam ka thënë mua një zyrtar, një person që ka pas akses në një drejtësi në një shtet huaj, më tha, zotëri, aty ku ti shikon që të vinë shumë dokumenta, ti thua vlla, një sekond, ti lexojmë. Në rast se të shkarkojnë, ik me kokë lart. Po në rast se të qëndrosh, të paktën lexoj dhe merr kopjen e atyre. Prandaj unë po të them që ata kanë zgjedhur mos t'i lexojnë. Se kanë lexuar, se kanë shkarkuar dhe kanë vazhduar. Kush e thot aty ta firmosësh me zor? Vetëm po do shpirti e firmosën dhe konvertohet ajo pastaj. Në këtë rast, nëse Belinda Balluku rrezikon seriozisht përballë drejtësisë, a mendoni se mund ta tërheqë dhe mund t'i bëj gropën edhe vetë Edi Ramës? Jo, zonja Balluku nuk i bën gropën Edi Ramës. Lajmin në fundit ja bën Leo Veliaj, sepse zonja Balluku ka një strukturë të qëndrueshëm, besnikërie, dhe nuk do të mendoj kurrë në jetën e saj që kjo gjë po i bëhet nga Zoti Rama. Pra, zonja Balluku është shumë e sigurt nga kush e ka, çfarë pret dhe se si do të përballet. Nuk do të bëj atë që mendojnë të tjerë që do të bëhet. Pra, nuk rrezohet Zoti Rama nga zonja Balluku. Zoti Rama do të rrezohet nga individ të tjerë, të cilët janë individ që unë po ju a them me karakteristikë shumë të qartë. Njerëz që sot Zoti Rama ka, pra, njerëz të cilët ishin pjesë dhe palë nga Berisha, nga Balla, nga Basha, nga Kryemadhi, nga Meta, të gjithë këto individet dhe nga Veliaj, kanë ikur dhe kanë bërë pakt me Edi Ramën. Pra, në një farë mënyrë ti si i quan këta? Servil. Pse? Se nuk kanë një strukturë qëndrueshmërie. Dhe të gjithë këta kanë shkuar edhe kanë gjetë një hapësirë, një aneks të Edi Rama. Ai i përdor me pengmarrjen e votës, i shfrytëzon, edhe në fund fare i hedh në rrugë ashtu siç është një përdorim shpe. Dhe duke qenë në këtë situatë, ju duhet të dini shumë mirë që Zoti Rama nuk është i rrezikuar nga zonja Balluku, sepse Zoti Rama e di shumë mirë se si ka punuar dhe si punon dhe si filozofon zonja Balluku. Zonja Balluku nuk e rrezon Edi Ramën, por zonja Balluku rrezon të gjithë të tjerët përreth Edi Ramës. Dhe ajo në momentin e duhur dhe në rast se nuk është ndaj saj një mas sigurie e rëndë e cila e bën atë të pamundur të jetë në jetën aktive, pra e izolon në pogradec, në mënyra të ndryshme ajo do të marri do të marri hakun e saj ndaj atyre të cilët do të mendojnë se ajo është e mbaruar, por ajo politikisht mund të jetë e pezulluar, por do të ketë një betejë juridike. Edhe ju a thash edhe një herë, ajo po futet në betejën juridike sepse duhet të mbrojë dikë. Dhe mbrojtja që ajo do të bëjë do jetë nder për personin që mbron. Dhe prandaj personi që do të mësojë dhe do bindet që ajo po e mbron, nuk ka mundësi që ajo të tradhtojë Edi Ramën. Prandaj po them që nuk e tradhton Edi Ramën. Ai që do të bëj atë gjëmën tek Edi Rama, nuk besoj që do të jetë person që është brenda në burg. Ai që do të bëj gjëmën Edi Ramës është i jashtë burgut dhe nuk do të jetë asnjë nga këta të cilët janë brenda burgut. Kur mendoni se SPAK do t'i marrë telefonin Edi Ramës me që ai u hakrye aq fort, duke thënë që SPAK të guxojë të marrë telefonin tim? Jam tani me emocion, jam si puna atyre ministrave që Rama i thoshte emrat edhe ata ishin duke u mencionuar. Çfarë them unë tani telefonin? Ku e di unë tani kur jam me telefonin? Në varësi të situatës, është në varësi të motit, të ajrit, të atmosferikës, të asaj që ne themi të dashurisë së brendshme politike. Ramos nuk e merr asnjëri telefonin përveç se
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në rast se e marrin në telefon, po jo se ja merr dikush telefonin. Zoti Rama në aspektin procedurial, penal edhe kushtetues është i mbrojtur. Pra në rast se do të ketë një revolt të brendshëm në grupin parlamentar të Partisë Socialiste që din zotin Rama në rrugë edhe duke vendosur një kryetar tjetër, edhe zoti Rama në mënyrë të papritur mos të jetë më kryetari i Partisë Socialiste, dhe telefonin i marrin edhe arrestojnë me njerë. Ti me realist për këtë, që mos mashtrojmë opinionin publik. Në rast se ndodh ky skenar, në rast se kemi të bëjmë me një skenar që spaku shkon edhe i thot Ramës të lutem më jep numrin telefon, më jep atë telefonin, thjesht ha më të shikoj 2-3 gjëra, sepse e kap emocioni, tani është çështje e tyre të brendshme, por spaku kurse si nuk mund të jetë një institucion i cili shkon tek Edi Rama dhe bogaripin. Madje mos them që Edi Rama i bogaripin, sepse dhe zoti Dumani tha diçka të bukur dhe unë për herë të parë me zotin Dumani bie dakord. Çfarë? Politika është mbi gjithçka. Pra ne jemi organizuar dhe strukturuar mbi politikën. Çfarë do të thotë kjo gjë? Pra mbi ligjin. Pra ligji kush e bën? Parlamenti. Po ti çfarë po zbaton? Ligjit e parlamentit, nuk zbato urdhët e Qimetës, që ishte ajo që u bë ambasadore nga ambasadorësh që u bë biznesmene. Prandaj ajo që unë mendoj është kjo që zoti Rama telefon mund t'ja japi në një moment që të bindje dhe opinionin publik, pra përveç se është ky rasti Ballukut që shkon ajo takon nxjerr lajmin që unë procedova, pastaj i det Klineta që thot Rama, kupton se është lojë e bukur kjo. Në një moment të dytë është kjo dela i kush do dalë tani dhjetor prokurori i Spakut. Unë e di ti qëndrimin tim, që ai prokuror që duhet të dalë ka një luftë shumë të madhe. Di kush është lufta? Shkoj në kryeministri dhe të marri regjistrin sipas nerit 287 kodit të procedurës penale, që është emrat e personave dhe veprat penale, sepse aktualisht nga 2020 deri më sot atë libër e ke në kryeministri. As Arben Krajë nuk e ka marr, as Dumani. Regjistri që është emrat e hyrje daljeve. Regjistri hyrje daljeve. Jo, regjistri që regjistrohet procedimi penal dhe emri i personit që duhet merret i pandehur. Ai regjistër është në kryeministri, jo në SPAK. Pse mban Rama ato për me firmos se kush merret i pandehur? Po, sepse atë libër e man Rama aty dhe Dumanit ja çon një sekser. I thot shefi i lartë që vjen nga Amerika, tha ti do të vendosësh këto emra. Po sa e vërtetë është kjo? Shumë e vërtetë është, por do dali një ditë më. Or do dali kjo një ditë. Mbaj mend, sa e vërtetë ishte ajo që ai ishte Yuri Kim ambasador në Shqipëri apo jo? U duk qartë që nuk ishte ambasador i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe punonte kundër Partisë Demokratike. Sa e vërtetë ishte rasti me Gonigal. Ishte na erdhi një huaj dhe mendonte se kishte kap gjithë Shqipërinë. Ndërkohë kap që në vendin e tij mashtronte nga mes deri në darkë. Prandaj të lutem, mos më thuaj mua a janë të vërteta apo jo. Ai libër ndodhet në kryeministri, këta kryeprokurorët e ri kush emërohet nga këta do kenë të njëjtën pothuajse variant dhe mos harro faktin që këta 4 kandidat, njëri do të thonë që vjen nga Amerika, tjetri do të thonë do vjen nga Anglia, tjetri do të thonë do vjen nga Gjermania, tjetri do të thotë vjen nga Europa, e kupton? Thjesht i faturojnë atit në një tabelë europiane që kur të vendoset dikush thotë ore, mos fol ti për këtë sepse ky është lidhje amerikane, ky e do Amerika, e do këtë, pse mashtrim publik? Pse është mashtrim publik? Sepse njerëzit çfarë duan në Shqipëri? Dua po ke tabelë të huaj, je i besuar, po je shqiptar origjinal dhe ti je mashtrues. Kupton? Po kjo nuk është e vërtetë, sepse ne nënshtrojmë kushtetutës tonë, sa ai të procedon me kodin e procedurës penale të Shqipërisë, nuk procedon të huajve. Pra, që ta konkludojmë është kjo që rasti kush do të marrë ata mëre. Dhe marrin ata të zgjidhen tani, do të thënë, më fal, na jep pak atë që nuk të pickojmë ty, po thjesht duam të bëjmë pak, ai thotë, çfarë thorë vlla, çfarë do? Kam blerë telefon të ri, do të ri fare. Ja, atë 3 muajt e fundit, nuk duam atë që ke nga 2013. Tani sapo erdhën në pushtet. Thjesht ta marrim ti bëjmë një kështu, ashtu si ja thetin ai hapje kështu, ta bëjmë një kështu pastrim gjelbrim. Ekspertim. Bravo. Se besoj ekziston të Spaku ekspertiza, po gjithsesi. Prandaj po të them që ajo gjë që po ndodh është një mashtrim publik. Çfarë? Spaku ka mbaruar zotëri. Spaku kishte nisur mirë dhe devijoi zotëri. Spaku në aspektin teorik kishte nisur shumë bukur.
Aty pastaj kur futen shqiptarët brenda, e kupton, edhe bëjnë çor bashkë me disa ndërkombëtar hajdutë të korruptuar, e pastaj atë ikën, pastaj është devion pastaj. Po këtë regjistrin që gjenden në kryeministri, kur ka mundësi që SPAK-u ta sekuestroj? Tani kemi ardhur për me fol seriozisht apo duku tall? Po tani ju thotë që ky dokument ekziston. Ai regjistër ndodhet në kryeministri. Ai regjistër plotësohet në kryeministri dhe këta thjesht zbatojnë këta të SPAK-ut. Tani, a është i aftë nga këta të katër, po u zgjodh në njërin nga këta? Dhe mos japin dorë që na i ditë këta dhe na ngel Dumani aty dhe pastaj na plas krizë brenda SPAK-ut. Edhe është i aftë dhe shkon në kryeministri dhe bashkë me librin merr edhe atë që shënon librin në kryeministri, atëre unë do arrin atë që them gjithmonë që po unë pas kam gabuar. Por e kuptove çfarë thash këtë të fundit. Ai ose ajo që zgjidhet prokuror ose prokurore e SPAK-ut, në rast se ka aftësinë që të shkojë në kryeministri dhe të marri librin dhe bashkë edhe atë që e ka librin aty që e man edhe shënon, atëre diçka ka ndodhur dhe të ndodhë në këtë vend. Si mendon, a ka filluar përçarja mes radhëve të Partisë Socialiste, pra mes eksponentëve të Partisë Socialiste pas goditjes së Ballukut dhe a është duke përfituar në këtë rast Elisa Spiropali, për të cilën theksohet se ka dhënë një intervistë televizive ku shprehet se ka disa që u duket vetja zot dhe mendojnë se ka në dorë fatin e të tjerëve, ku shumë kush e ka lidhur këtë me lëvizjen e SPAK-ut kundrejt Ballukut dhe se Spiropali e ka pasur pikërisht për Belinda Ballukun. Tani të jem realist tek ju, në Partinë Socialiste nga 2021 ka plas lufta. Dhe flas luftë serioze, jo luftë shumë amatore. Luftë shumë serioze, luftë personale. Kërkojnë karrikën e Ramës. Jo, qa karrike më kusher llogarit aty se ekziston më karrike. Pas Ramës nuk do ekzistojë Parti Socialiste. E di pse? Se në Parti Socialiste aktualisht nuk ka zë. Më kupton? Nuk ka zë, që do të thotë, nuk ka njerëz të cilët bëjnë debat politik. Thjesht janë njerëz të cilët zbatojnë urdhra. Pra, janë të palishme, nuk janë të palishme, janë të logjikshme, po nuk janë të logjikshme, ato zbatohen. Në krahun më tan po të shikosh ka debat, ka zë, ka gjallëri. Ndërsa tek Partia Socialiste nga 2021 në vazhdim ka vdekje dhe çdo gjë që vjen në Partinë Socialiste barazohet me vdekjen e individit. Pra, për rastin e zotit Velia, ajo quhet vdekje, si politike, ashtu dhe njerëzore. Pse? Sepse një individ është një burgosur. Tani, a ka bërë ai vepra penale, s'ka bërë? A më pëlqente mua apo nuk pëlqente? Unë po të them që Velia nuk e kam votuar asnjëherë, që në 2015 kur ka dalë 13 ose 9 ku e mamën çfarë budalli që bënte atëherë me duke e shitur sikur u ishte njeriu më i mirë i të drejtave kështu me radhë. Dere, pastaj u bë pakt me PS-n. Por ajo që unë po të them është kjo, që Partia Socialiste është një luftë të vazhdueshme të brendshme personale, jo për karrikën e zotit Rama, sepse ata e kanë ngulitur te vetja e tyre që pas Ramës nuk ekziston PS. Jo, nuk ekziston Ram, por nuk ekziston PS. Që do thotë PS-ja është e përçarë momentalisht që flasin. PS-n e mban në karrike vetëm pushteti, por në rast se PS-ja nesër nuk është në pushtet, e sigurt është që PS-ja do jetë e shkërmoqur totalisht. Dhe kur flas totalisht do të jetë di pse, sepse gabimet që po bën sot PS-ja nesër në opozit nuk do ketë alternativë. Edhe ti thot njerëzve që unë do vi dhe do jem më i mirë, sepse njerëz do i thonë, ti ke qenë vetë në pushtet 18 ose 14 ose 12 vjet. Pra, ti vetë nuk e rregullove situatën, si do vish pas disa vitesh të vish në pushtet. Pra, nuk do të ketë tezë alternative. Dhe atë që po përkon edhe po shpik Spiropali është këtë, që Spiropali po dërgon një mesazh. Kush është mesazhi i Spiropalit? Spiropali po thotë që unë thotë po luftoj me errësirën brenda PS-s. Pse? Se nuk kam një qartësi objektive, jo subjektive, por objektive, që të bëj diçka edhe ajo të dalë në një konkluzion
konkret, po thjesht jam në një situatë ku them, po nga ana subjektive çfarë ta ndihmoj Erion Velin, po mirë, po thash një fjali të mirë për Erion Velin, i bën që unë bëj avokatën e Erion Velis. Del ti çfarë bën ti kështu? Kush je ti? Hajde ik të shtëpia jote tani. Po, ke qenë drejtoresh doganës. Po, spaku, ke qenë drejtoresh doganës, ta heto një herë. Çfarë ka bërë kjo? Ka bërë ai apo jo? Çfarë ka punu? Ka punu shumë në shpërdorim të tyre. Ka bërë? Jo. Po ti kontrolloj edhe gjëja. Dhe ajo thotë është nang, dhe ajo thotë, çau tani të sulem, ajo s'ka ndërbeu. Pra, e gjitha kjo që ka ndodhur në Partinë Socialiste tregon qartë se Partia Socialiste është në vdekje. Pra, ata që nuk e kuptojnë janë militantë, ata që e kuptojnë janë njerëz të paktën që logjikojnë, po do të them një rast shumë të thjesht qytetare dhe njerëzore, zotrim. E shikon? Nisesh, shkon tek maja. E shikon këtu. Edhe këtu, po ta nisësh, shkon te maja. Këtu është rruga e shkurtër, mirë, këtu është rruga e gjatë. Por ti, pavarësisht se e ke nisur këtej, e ke nisur edhe maset, e ke nisur edhe këtej. Kjo është më e shkurtër, por më e rrezikshme, kjo është më e pjekur dhe është më e sigurt. Por ku shkon këtu, më kupton? Te kjo këtu, shikoj këtu pak. Kjo këtu, që të zbresësh, shiko si e ka zbritjen. E ka me siguri zbritjen. Më kupton? Pra, Partia Socialiste e ka nisur kështu, supozojmë. Duhet zgjedhje, o duhet zbresi kështu, ose duhet zbresi kështu. Pra, në këtë moment që jemi, Partia Socialiste nuk e din nga të zbresi. Pra, Partia Socialiste është këtu. Dhe tani duhet zbresi o këtu pra me pakt politik, o këtu të shkërmoqet. Por për shkak se pakti nuk e pranon, është drejt shkërmoqjes, pra luftës së brendshme. Pra, ti mos mendon kur që kundërshtari jot do të godasi. Ai po do luftoj që të godasi, po nuk e arrin kur goditja. Pse? Sepse ai nuk di sekretet e tua. Kush i di sekretet e tua? Bashkëpunëtorët e tu, miqtë e tu, ata të cilët ti flet vazhdimisht, takohesh vazhdimisht. Nuk flesh të takohesh njërin 300 vjet, e kupton, se ke të njohur e ke. Pra, shoku jo ti ngushtë që ndan gjëra të përbashkëta, edhe ti edhe ai të din mëkatet. Pra, rreziku i Partisë Socialiste nuk vjen nga një person që komenton. Rreziku i Partisë Socialiste vjen nga njerëz të cilët janë pjesë e Partisë Socialiste, sepse nuk kanë interes të përbashkët vazhdimësimin e Partisë Socialiste. Kanë interes të përbashkët interesi material i tyre që çfarë do përfitojnë nga pushteti. Kush përfiton në këtë rast nga goditja e Ballukut? Edi Rama. Është e qartë kjo gjë. Pra, Edi Rama i përdor si kuklla, po themi, eksponentët e Partisë Socialiste dhe në këtë rast i vendos në përballje midis tyre dhe është ai që gjithmonë deli larg nga kjo histori. Po sepse kur unë pranoj të me heshtjen time ti të abuzosh, mirë, atëherë unë jam dhënë tek ty dhe ti bën çfarë të duash me mua. Pra, pushteti, çfarë i ka dhënë këtyre? Miratimin absolut që ti më çon në çdo vend dhe unë do zbatoj urdhrat. Pra, nuk kemi nga 2017 në vazhdim në politikbërën shqiptare ministra të cilët të flasin politikisht. Janë thjesht teknokrat, pra roli politik i atyre në Partinë Socialiste ka mbaruar sapo ato janë bërë teknokrat. Kanë mbaruar sapo ata kanë rënë dakord me heshtje. Pra, kur ishte zonja Spiropali në erën e fundit që e ke parë në një studio televizive të fliste politikisht? Ku është zonja Balluku të fliste politikisht dhe të kundërshton të palën kundërshtare? Ku ishte zoti Ahmetaj të kundërshton të palën kundërshtare? Ku ishte në pushtet flas? Ku ishte zoti Velia të kundërshton të palën kundërshtare? Politikisht flas. Jo duke na thënë sa i bukur spaku. Pra, në gjithë këtë situatë që unë ju tregova, në politikbërje
Partia Socialiste ka dështuar nga 2017 sepse kërkoi vetë me heshtjen e saj mos të reagojë ndaj opozitës dhe ndaj Partisë Demokratike. Më fal, Partia Socialiste është në fushën politike dhe nuk është në fushën e biznesit, për ata që thënë me këtë flasme të dobtin. Ore, në rast se ti paragjykon që ai është i dobët, atëherë i bën që ti që ke më i dobët, sepse ke pushtetin. Do të them diçka, fuqia fizike e jashtme nuk tregon asgjë. Më i fort mund të jetë ai që nuk peshon ashtu siç mendojnë njerëzit nga pikpamja e jashtme, të jetë ai i cili ka një format më të dobët se një i stërvitur, dhe ai që nga mjesi deri darkë nuk le stërvitje pa bësh më i dobët se ai që s'ka bërë asnjë stërvitje. E dini ju këtë? Nga ana logjike dhe nga ana normale, më i fortë është ai i cili mund të jetë më i dobët. Është më i fortë. Dhe Partia Socialiste çfarë thot? Unë jam i palestruar sepse kam të gjitha ato veglat e palestrës. Ti i ke, po i keq përdor. Por ti të bësh palestër, po ta dish ta menaxhosh që mos të vej përfund palestra, sepse edhe palestra të vej përfund. Prandaj unë dua t'ju them juve që situata është e tillë që në Partinë Socialiste nuk ka gjallëri, ka vdekje. Pra është një institucion i cili ka vdekur, thjesht mbahet për shkak të pushtetit dhe të paras dhe të presionit, patjetër që është gjëja më kryesore që gjithmonë Partia Socialiste ka pasur edhe me Partinë e Punës. Avokat, të ndalemi pak të raportet e kryeministrit Edi Rama me administratën e Donald Trump, ku para 2 ditësh në një intervistë që dha në forumin global të dialogut në Berlin, Edi Rama përmendi rastin e shakas që bëri dhe talljes që bëri kundrejt presidentit amerikan Donald Trump, duke thënë se është mërzitur shumë që kjo shaka është përdorur për të sulmuar presidentin amerikan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse siç tha ai e bëri atë në një formë të atill argëtuese me presidentin e Azerbajxhanit. Po. Ju si e lexoni këtë lloj raporti të ri, po themi që është krijuar mes administratës së Donald Trump dhe Edi Ramës, që duket se marrëdhëniet janë komplet të ngrira. Më fal, ato kanë qenë të ngrira, nuk ka ekzistuar asnjëherë që ndonjëherë do të jenë të ngrohura dhe të dashuruara. Pra, kanë qenë marrëdhënie të cilët ose nuk kanë qenë asnjëherë marrëdhënie të cilët kanë sjellur ndonjë bisedë apo kanë sjellur ndonjë reagim apo një bashkëpunim, bashkëveprim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe linjës Trump. Unë kam thënë tek ju vazhdimisht që lidhjet midis zotit Rama dhe zotit Trump janë jo të harruar, por nuk kanë ekzistuar. Dhe duhet të jemi realistë tek opinioni publik dhe të thënë të vërtetën. Ju do shikoni në të ardhmen që do shikoni disa veta këtu në Shqipëri të dalin me tabela amerikane dhe të thënë që unë vi nga X-i ose Y. Pse? I përdor Rama që nesër të thotë shiko këtë akoma unë ju mendoni se unë s'kam lidhje me Amerikën. Zotëri ti ke humbur me Amerikën. Derisa nuk e shkuar në OKB, kur kanë shkuar gjithë kryeministët, derisa ti në dasmën e Alex Soros ke thënë që je në Amerikë, ndërkohë nuk e qenë në Amerikë. Mirë. Çfarë tregon për ty këtë gjë? Frikë. Dhe ti tani, për shkak se të frika të ka arritur majën, shko bën një shaka e tepruar që je kryeministër, nuk je në Shqipëri që e di që thu tallavathu dhe popull duke kërcy, këtej duke i thënë që do të më jap atë tapinë dhe këtej ja fut nga krau tjetër, ose i degeneron nga mjesi deri në darkë, bullizon Partinë Demokratike, bullizon qytetarët, bullizon prokuror, gjyqtarët, e për rastin e 6 Shtetorit mos flasim. Pra, administrata e Trump dhe amerikanët nuk janë shqiptarë vëlla. Mund të kenë lidhje me shqiptarë, por nuk janë shqiptarë. Kanë tjetër ato qasje me kushtetutën. Nuk janë si puna jon këtu që bëhet vegël Altin Dumani, Parti Socialiste, thot ai nga Asamblea e Partisë Socialiste në fut Ilir Metën dhe Sali Berisha-Burg, ky tjetri merr sepse mendon se Yuri Kim flet me hënën e presidentit amerikan. Kemi serioz në këtë vend. Zot Dumani ka bërë gabim fatal që ka arrestuar Sali Berishën dhe Ilir Metën atë formë. Duhet të ndërgjegjësohet edhe ato prokurorë që janë aty brenda. Të futen në realitetin, jo çdo njeri që merret edhe flet me amerikanët duhet marrim ne këtu dhe ta bëjmë zbatim ligji. Se mund të jetë mashtrim publik. E pastaj kanoset në çdo problem. Prandaj po them edhe rasti për zotin Rama
ishte rast i pafalshëm dhe nuk falet nga Trumpi. E di pse nuk falet o zotëri nga Trumpi? Trumpi tha diçka kur vdiq ai djali, kur e vran atë djalin në mënyrë të padrejtë. Jo se vrasja është e drejtë, e kupton, në mënyrë të padrejtë të tillë. Doli gruaja e tij dhe foli dhe tha, e fala autorin dhe kështu. Mbaroi fjalimin, po, erdhi ky presidenti. Tha Trumpi, unë nuk e fal. Do më thosh dikush është vrasja. Jo, nuk ka rëndësi. Nuk e fal Ramën Trumpi as për fjalinë e famshme në CNN që tha Trumpi është i rrezikshëm, as në fjalinë e tij që ka thonë intervistë tek Madonna Aghiu mos gaboj, as në intervistat e mëkonshme që ka thonë përpara dhe pranë Hillary Clinton, edhe personave të tjerë amerikanë që vinë nga Partia Demokratike Amerikane. Pra, ju duhet ta dini shumë mirë. Po një moment. Zotri. Po një moment, po ka diçka ju sollët një shembull që mund të jetë më periferik se sa rasti para pak ditëve ku Donald Trump priti kryeministrin australian në zyrën ovale, pra Antoni Albanese, dhe i tha një moment që prit pak, thatë, këtu kemi një ambasador, thatë, australista, i cili ka folur keq për mua, apo jo. Dhe ai doli një moment afër gazetarëve dhe i tha, po, ja ku është, dhe i tha, ti ke folur keq për mua, apo jo. Dhe mos harro tha se unë do t'i harroj gjëra të tilla, tha, dhe njerëzit të cilët flasin keq për mua. Pra në këtë rast nuk është se vlen shumë kjo teoria apo argumenti disa njerëzve që Trumpi nuk merret kryesisht me ata që flasin keq dhe janë anashkalon. Pra është një politikan i cili piketon ata që flasin keq apo po themi kanë ato argumentet e tyre për to, dhe rasti edhe i Edi Ramës i cili e përdori në formën e talljes. Po edhe një herë e kuptove çfarë thash edhe unë dhe ti ma sodhe si një fakte, por qytetarët nuk e din shumica e rasteve dhe shumë mirë bërë si fakt, se dhe mua më kishte ikur nga mendja. Por unë po ju them, zoti Trump nuk fal. Zotri, Trump në 24 muajt e para, nga dita kur është emëruar dhe është betuar, po bën një agent ndërkombëtare, zotri. Ai e di shumë mirë çfarë është thënë në emrin dhe kurrizin e tij. Ai e di shumë mirë çfarë ka thënë Edi Rama kundër tij. Ai di shumë mirë që tallja e Ramës ka ardhur si një tallje përbuzje. Dhe Rama mendonte që Partia Demokratike Amerikane do ta merrte në favorin e tyre kundër Trumpit. Dhe madje çfarë bërë? Një gazetë socialiste, mos gaboj kush është shkon nga e majta, e mori dhe vori artikullin e parë. Pra, e kupton në cilën situatë ndodhet zoti Rama në linjën Trump. Se linja Trump, zotri, është linjë më e fortë se Departamenti Amerikan i Shtetit sot. Trumpi po bën një punë spektakolare në aspektin ndërkombëtar, që nesër kur të iki nga president që do të marri detyrën dhe vjen nga republikanët amerikanë të vazhdoj linjën e Trumpit, sepse Trumpi kërkon të lej histori globale, pra me lindjen e mesme, me Europën, me Rusin, edhe në fund fare me Ballkanin Perëndimor. E pat rastin ju që zoti Grenev doli për Kosovën dhe i tha Albini tha në janar të 2025-s, Albini sot është kryeministri i Kosovës. As bët fjalë të jetë kryeministri i Kosovës. Prandaj, ju mos mendoni se ndërprerja e komunikimit të Shteteve Bashkuara të Amerikës së linjës Trump me qeverinë e Kosovës nuk do të ketë një impakt në Shqipëri. Dhe ka impakt në Shqipëri, po asnjëri nuk ka guximin të thotë, dhe ne kemi guximin të themi që do shpallen edhe do të shpallen vazhdimisht armiqt ata të cilët kanë punuar gjithmonë për të goditur presidentin Trump. Prandaj, unë them tek ju që zoti Trump nuk harron dhe përveç kësaj, zoti Trump është i mirë informuar, po ju a them me bindje të plot, absolute, për çdo gjë që ka të bëjë me interesin e Shteteve të Bashkuar të Amerikës që kalojnë edhe nga Tirana. Jam i bindur që ka njerëz që thonë që Trumpi nuk ka pse të merret me Shqipërinë, por mos harroni një fakt, sepse ne duhet ta themi dhe duhet ja përsërisim njerëzit.
Ata të cilët sot në këto momente thonë nuk merret Amerika me ne, e bën sepse dje u merr ka Amerika me Biden i vendos të Shqipërinë përpara. Sot që Shqipëria nuk qeka përpara nëpërmjet Rama përpara, disa analistë thonë që Amerika nuk ka pse të merret me ne. Po unë ju a them këtë gjë dhe mbajeni mend të sigurt e keni këtë. Në mënyrë absolute, zoti Trump ka në zyrën e tij të gjithë videot që tregojnë zotin Rama që ka folur kundër zotit Trump. Përveç kësaj, zoti Trump ka në zyrën e tij politikbërën shqiptare, mënyrën se si janë arrestuar, proceduar politikanët shqiptar dhe në një moment të caktuar zoti Trump në një moment të duhur do të ftojë Ramën në një takim. Por takimi nuk do jetë legitimitet. Do jetë se ai takimi i që tham, kush është ai ambasadori që ka folur për mua dhe do ta ketë aty. Tani a do jetë takimi në një summit, do jetë takimi në shtëpinë e bardhë, po do jetë një takim diskreditues ndaj zotit Rama. Jo, e ka stil të tij politik që i diskrediton publikisht aktorët politik me të cilët përballet, ashtu siç ishte edhe në rastin e presidentit francez Emmanuel Macron, me të cilin shtrëngoi duar në mënyrë krejt çuditshme dhe i tha që më ke zgënjur dhe nuk do të ta fal atë që ke bërë. Tani kjo bëj fjalë për qëndrimin e tij për lindjen e mesme apo për talljen me të cilën bëri Rama kundrejt Trumpit, ku ishte i pranishëm edhe Macronit, që mbetet për tu parë. Jo, më dëgjoj. Lindjen e mesme, 1. Ukrainën 2, Trumpi ja ka marrë europianëve nga dora. Ja ka marrë, nuk ekzistojnë europianë, le çfarë mashtrime janë këto më. E ma mena dhe samitin e mashtrimit që erdhën na bërën këtu në Tiranë, erdhën bërën gjithë këto edhe Trumpi mori telefon Macronin ose Macroni tha, "Ua sa shumë i zhgënjur jam se nuk kam ardhur tek ju, do vija patjetër do vi." A kupton? Dhe mashtrime publike këto tani, tallën ato me pa, "Sa i mirë je, sa i bukur je, sa ju kthe kokën në çfarë gjë ka ky." E rrif ka gruaja. Pra, ti duhet kuptosh këtë gjë. Çfarë? Trumpi nuk ka nevojë të jetë protagonist dikush tjetër përveç tij. Pra ai duhet të jetë protagonisti i gjithçkaje. Trumpi tha Macronit, "Ty të rafi gruaja, unë do të bëj që të flasësh me veten." Çfarë do të thotë? Që unë do të them ty dhe Ramës atë që më bët mua në summitin atje për duke bërë sikur unë kisha ngatruar apo ngatrova Shqipërinë me një vend tjetër. Prandaj, por ajo që duhet të vendosim njerëzit të kenë në memorien e tyre është kur bën një person gabim të vazhdueshëm ndaj një gjëje të vetme, do të thotë që ky person ka folur për këtë gjë. Ka folur patjetër. Nuk ka mundësi që ai të bëjë gabim në të njëjtën vend ku di shumë mirë që dhe të paktën po ka bërë një herë, i vjen letra aty dhe i thotë korrigjoje, nuk është Albania, është Armenia supozoj. A kupton? Prandaj ju ta dini që linja Trump është shumë e fortë dhe do të shpallen non grata, do të kemi procedime, do të kemi shumë goditje në Republikën e Shqipërisë. Dhe ju do të dini vetëm këtë gjë, që është e sigurt, që disa goditje do jenë sekrete. Pse do jenë sekrete? Sepse nuk duhet të dalë në opinionin publik që janë goditur. Pra, dikujt nuk është dhënë viza. Nuk do jepen vizat. Kanë ikur vizat për disa. Mbajeni mend nga ana ime. Kanë ikur vizat me kohë. Thjesht ata kanë një vizë të xhepi dhe thjesht e mbajnë. Kur shkojnë atje, e thënë ktheu pak zotëri se viza ka ikur, të ka ardhur njoftimi, por ke bërë sikur nuk të ka ardhur. Po të vjen në emailin tënd dhe ke aty të rezervuar. Prandaj unë dua të them që linja Trump është gjë tjetër, nuk mund të vendoset të barazohet me pjesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të departamenteve. Pra ta drejtësisë amerikane apo të departamentit amerikan të shtetit. Por ajo që unë dua të them është që linja Trump është më e fortë se këto linjat e tjera. Avokat, të ndaremi pak te Erion Veliaj, ku së fundmi janë gjetur në burgun e Durrësit aparate celulare të fshehura në dyert e gabinave të dushit pranë ambientet e përbashkëta që ndajnë të burgosurit. Në këtë rast kjo ngjarje sa lidhje ka me Erion Veliajin dhe a vazhdon Erion Veliaj që t'i lëviz fijet nga qelia me aktorët e tij që ka jashtë burgut? Shiko, kontrollet në burgje janë kontrollet të cilët bëhen që na vërtetojnë në shumë të rasteve që ka një dështim total të
menaxhimit të burgjeve. Shikojmë që në burgje nuk ekziston ajo siguria e dur që duhet të ekzistojë, por në rastin që zoti Velia mund të përdor një aparat, nuk të mund të faktohet, sepse në të njëjtën kohë dikush mund t'ia marrë edhe të marrë ai sikur ai e ka bërë një lëvizje të tillë dhe një aparat është futur në burg. Pra, ka një monitorim, ka një mundësi që personi të flasë të bëj vetë disa lëvizje, po deri aty që mos të cënohet më rënd imazhi i tij, po edhe vetë procedimi penal, sepse është mjaft të shqetësuese fakti që ndaj zotit Erion Veliaj, për rastin e tij, prokuroria ka qenë kaq shumë e investuar që akoma edhe frymarrjen e tij ta kishin në monitorim në momentin sa po fut në burg. Është shqetësuese ky fakt, sepse aty kupton qartazi se si një prokurori politike, e cila i shërben një personit, shkon edhe futet në një luftë ose në një luftë të llojit të brendshëm në Partinë Socialiste, duke vendosur zotin Veliaj në regjim apo në monitorim të dytë, pavarësisht se ai ishte tani e tutje në mbikëqyrjen e shtetit shqiptar. Pra, edhe mënyra se si ju thatë për punën e burgut të Durrësit, sigurisht që çdo send i palishëm sigurisht që ka shërbyer pushtetit politik. A mendoni se Veliaj ka folur në SPAK sa i përket aferave korruptive të Edi Ramës, por edhe këto të fundit të Belinda Ballukut, dhe a është Veliaj një nga aktorët kryesor që SPAK-u ka bërë lëvizjet e tij për të goditur zëvendës kryeministren? Dukej sikur është Veliaj, por nuk është Veliaj. Pra, në pamjen e jashtme do shikoni që SPAK-u vjen në lartësinë e duhur. Qesharake. Lartësia e duhur për SPAK-un është që SPAK-u po punon në këto momente që flasim për të ndihmuar zotin Rama që në aspektin e jashtëm të duket që Rama është i goditur sepse SPAK-u po i godet njeriu në vet. Dhe nga ana tjetër, po SPAK-u po i godet njeriu në vet që e ka vendosur në fushatën e Tiranës, në rast se do zhvillohen zgjedhjet. Pra, në të njëjtën kohë, Rama është tregues i qartë i faktorëve të tjerë apo individëve të cilët thonë që na Rama e ka çka ka Rama, çka thoni ju Rama, po çka Rama. Jo re, se themi ne, faktet flasin vet. Ulërasin nga mjesi deri në darkë. Pra, zoti Veliaj nuk mundet të bëj gabim flas, sepse zoti Veliaj pret datën 31 tetor, javën e ardhshme. Do shikojmë që gjykata kushtetuese do jetë në nivelin kushtetues apo do bëhet vegël e Partisë Socialiste. Sepse shkërmoqjen e saj të bëri kur bëri deklarimin e antarëve të saj dhe mbaroi për disa antarë mbaroi sa më shpejt mandati i tyre, që u bë palë me partinë në pushtet. Dhe do shikojmë, a do vazhdoj të bëhet dhe të qëndroj palë me partinë në pushtet? A do të haj presionin? A do të haj sapunin për djathë? Dhe prandaj unë po ju them që kjo është një lojë e errët, e vështirë, e rrezikshme, që ne si qytetar duhet marrim masa dhe duhet të ndëshkojmë Partinë Socialiste, për shkak se Partia Socialiste po godet çdo qytetar shqiptar. Të dashur zonja dhe zotëri, flaka është në derën tuaj, po thjesht ju nuk po e kuptoni. Kur do të vi momenti që të kërkoni që në tubin tuaj të ketë ujë për të shpëtuar veten tuaj, do të jetë vonë, sepse ju keni bërë pakt me heshtjen, duke justifikuar qëndrimin tuaj sepse këtu nuk ekziston më i mirë sa Edi Rama. Jo, është gabim. Ju duhet të reflektoni dhe duhet të ndëshkoni Edi Ramën dhe çdo person nëpërmjet votës që ata mos të bëhen statistike SPAK-u. Por duke i qëndruar ju të heshtur dhe duke justifikuar që nuk ka më të mirë se ky sepse ky po i çon në burg, atëherë flakën e keni në derë dhe mos prisni për drejtësi, sepse do bizotroj padrejtësia dhe ju jeni bërë palë me padrejtësinë. Prandaj duhet reflektim sa më shpejt, sepse po ju erdhi flaka, do të vazhdoj, do të bëj e atë që ne themi faktin konkret. Nga flaka e dini ju çfarë del në fund fare. Prandaj
Unë uroj që qytetarët të kuptojnë që të këto rastet e ndjekjes penale politike të politikanëve tanë nuk del i favorizuar popullit shqiptar. Mbantje, politikanët do dalin më të favorizuar. Berishën e pe, është kryetar partie, Yuri Kim është çfarë është? Ka ikur nga ambasador. Është fakt konkret. Zoti Meta është burgaxhi. Ku është sot Zoti Meta? Është burg. Po çka ka Zoti Meta? Nga ish president, një nga të vetmi ish president, ka parti politike. Ish president ka 4 deputet në parlament, partisë së tij. Ish president ka grup parlamentar me pak me Sali Berisha. Është ish president i cili nga të presidentët të mëparshëm shiko Bamir Topi e të tjerë, që Bamir Topi ka ta ndisi analist. E kupton tani? Dhe zoti Velia, për mendimin tim, nuk do flas tani. Dhe ajo që unë mendoj është që zoti Velia do flas në një moment tjetër. Por zoti Rama, goditje nuk do ta ketë as nga Velia as nga një person që mund të jetë brenda. E di nga ku do ta ketë Edi Rama goditjen? Nga njerëz që e rrethojnë Edi Ramën sot. Dhe rrezikun Edi Rama e ka rreth vetes, por nuk e kupton. E di pse nuk e kupton? Sepse Rama ka një problem. Çfarë? Ka marrë të gjithë servilat e të tjerëve. Dhe ka marrë rreth vetes. Sepse një person që është servil, çfarë bën? Pikë më i forti. Sepse servilat të dish ti kanë një gjë shumë të bukur. Nuhasin forcën dhe shkojnë direkt tek pushteti. Pra, bën pakt dhe aleancë me pushtetin. Pra, ata të cilët ti kishe te Ilir Meta kanë shkuar tek Edi Rama. Ata që shkuan nga Sali Berisha kanë shkuar te Edi Rama. Nga Lul Basha te Edi Rama, nga Monika Kryemallë te Edi Rama, nga Ilir Meta te Edi Rama dhe me radhë. Dhe këta individ, edhe nga Iro Velie, këta individ kanë shkuar atje. Në një moment kur do i cenohet atyre, ajo që ne themi, puna e tyre, përfitimi i tyre, ata do të jetë të parë të cilët do të reagojnë dhe të godasin Edi Ramën. Dhe ai që do ta godasi Edi Ramën, ma e men që do të ketë lidhje me Erion Velin. Pse do ketë lidhje? Se mund të jetë ushqyer në të shkuar nga Erion Velin, po shkak se Erion Velia u fut në burg, nga mënyra se si është punuar dhe është trajtuar dhe trajnuar, ai në fund fare do godasi Edi Rama. Dhe Edi Rama nuk është se do të ketë një goditje nga Erion Velia nga burgu, por Erion Velia dhe njerëz të cilët rrethojnë sot Edi Ramën janë i bindur që kanë në staturën e tyre servilizmin, dhe kur në moment të dali më i fortë se Edi Rama dikush, të gjithë do shkojnë rreth atit që të forcohen. Prandaj, unë mendoj se zoti Veliaj nuk do godasi zotin Rama, sepse zoti Veliaj investon që të qëndrojë në Bashkinë e Tiranës deri në 2027, në rast se gjykata kushtetuese nuk del me një vendimarrje me datën 31 kundër tij, dhe ai do mendoj që ende do të qëndrojë në politikën shqiptare. Por për mua ka shumë pikpyetje në rast se zoti Rama qëndron deri në 2027, a do të ketë mundësi zoti Veliaj të rimarrë fuqinë e tij edhe politike, por edhe mbrojtjen juridike për të arritur çfarë vazhdimësimin në politikën shqiptare. Por me një parti socialiste të këtij nivelit dhe të kësaj ngjarje që të gjithë janë të përfunduar në burg, zoti Veliaj do të ketë të pamundur të ringjenerojë dhe të ringjallë një parti e cila do të shkojë drejt të shkërmoqjes. Është herët për të folur, por Partia Socialiste pa pushtet dhe pa para do të shkojë drejt një katastrofe të madhe, e cila do jetë e paimagjinueshme, po do të jetë fakt konkret. Edhe në fund fare duhet të them që edhe gjyqtarët që ishin në gjykatë asnjëherë nuk e mendonin që do përfundonin në këtë situatë. Sot është një fakt konkret, a është i drejtë apo i pa drejtë nuk ka rëndësi, por është një fakt konkret. Edhe zoti Meta dhe zoti Berisha, edhe zoti Veliaj, edhe zoti Ahmeti, edhe zoti Tahiri nuk mendonin kurrë se do përfundonte karriera e tyre në këtë formë, por sot është një fakt konkret që këta individ janë aty ku janë, sepse është një fakt. A është i padrejtë apo i drejtë, nuk ka rëndësi fare kjo gjë, por është një fakt konkret. Dhe në fund fare unë ju them, ashtu siç ju kam thënë për zotin Veliaj,
edhe për zonjën Balluku, edhe po ju them dhe Partinë Socialiste. Partia Socialiste është drejt katastrofës, drejt shkërmoqjes. Po thjesht nuk keni parë flakën, nuk keni parë tymin, nuk keni parë çfarë i kanoset asaj partie dhe çfarë dëmi keni bërë duke qëndruar në pushtet në mënyrë të padrejtë, jo me meritokraci, jo me barazi, sepse padrejtësia, çfarë nuk kupton pa barazin, nuk kupton jo meritën, por në rast se do të ishte me merit, me meritokraci, me transparencë, me llogaridhënie, me pakt me qytetarët me të vërtetën dhe jo duke bërë shitblerje vote dhe jo duke kapur pas disa vitesh në përgjime, duke shitur dhe duke blerë, duke bërë presion dhe duke majt peng një shoqëri duke e mashtruar, këtu ka dallim politika nga mafia. Pra, aty kupton qartë se je në politik si mafios dhe je në politik duke dhënë shpresë dhe alternativë. Prandaj unë ju them juve që Partia Socialiste e ka të vështirë, pavarësisht se dikush do më thotë ka struktura, ka njerëz burime, por duhet keni parasysh diçka në fund fare, se njerëzit në fund fare kanë familje, kanë buxhet dhe në një moment kur flaka troket tek portofoli i çdo njeriu, në fund fare partia nuk na duhet më, sepse na duhet shpëtimi monetar, sepse sot tregu është kapitalist dhe kërkohet para që të jetosh dhe madje edhe të mbijetosh. Në përfundim them që edhe Partia Socialiste është drejt shkërmoqjes të saj, po thjesht mbetet për të parë kur do të vi ky moment historik që të kuptojmë qartësi që se si një parti shkatroi jetën dhe vazhdimsinë e saj. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj për gjitha mendimet, analizën këtu në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.